Është kënaqësi e veçantë në fakt që njëkohësisht të flasim edhe me prova dhe me fakte për individët të cilët nuk kanë patur mundësi që të integrohen dhe janë pikërisht shembull i duhur për të folur në këtë ditë. Në fakt unë nuk e konsideroj fare si një ditë gëzimi apo një ditë feste, ne në Shqipëri quajmë ditë feste. Por në të vërtetë ashtu siç është 8 marsi, dita e të drejtave të gruas edhe mirëqenies së saj sociale, dhe 1 maj është një ditë që duhet solidarizohemi më shumë dhe të jemi të gjithë bashkë për të drejtat e këtyre individëve, qofshin këta refugjat apo edhe shqiptar, për të drejtën kryesore që është punësimi dhe drejta e integrimit profesional. Sigurisht dua të flas për zhvillimin ekonomik në këtë seminar akademik që të trajtojmë në mënyrë më të thelluar dhe analitike një ndër temat më të rëndësishme të shoqërisë moderne, e cila lidhet drejt për drejt me dignitetin njerëzor, zhvillimin ekonomik dhe të drejtës sociale, ku konkretisht lidhet me çështjen e të drejtave të njeriu dhe të punëtorëve, në kontekstin e globalizimit, migracionit dhe ndryshimeve të tregut të punës. Dita e 1 majit nuk duhet parë thjesht si një simbol historik, por një ditë e rëndësishme, jo thjesht një ditë pushimi, një moment reflektimi serioz mbi progresin që është arritur ndër vite dhe njëkohësisht mbi sfidat e shumta që ende vazhdojnë të ekzistojnë në praktik, pavarësisht zhvillimeve ligjore dhe ekonomike që kanë ndodhur në nivel global dhe rajonal. Nëse i referohemi të dhënave të organizmave ndërkombëtare, si Organizata Ndërkombëtare e Punës, rezulton mbi 60% e fuqisë punëtore në botë është përfshirë në sektorin informal, që do të thotë se një pjesë shumë e madhe e punëtorëve nuk gëzojnë mbrojtje ligjore të plotë dhe nuk kanë kontrata të rregullta pune dhe nuk përfitojnë nga skemat e sigurimeve shoqërore apo edhe atyre shëndetësore, duke i ekspozuar ata ndaj një rreziku të shfrytëzimit ekonomik dhe pasigurisë sociale. Në të njëjtën kohë, dhe shumë vende me ekonomi shumë të zhvilluara, më shumë se Shqipëria, si ato të Bashkimit Evropian, vëren me problematika shumë të rëndësishme që lidhen me punësimin e pasigurt, ku një përqindje konsiderueshme e flokëve profesionale çështjen e punësimit dhe të drejtave të punëtorëve është e domosdoshme që kjo temë të analizohet nga një këndvështrim më i gjerë dhe multidimensional, duke marrë parasysh dhe në konsiderat 3 faktorë kryesorë që kanë formësuar kështu dhe vazhdojnë të ndikojnë në tregun e punës, të cilët janë faktorët historik, ligjor dhe ekonomik, të cilët janë më të ndërlidhur ngushtë me njëri tjetrin dhe ndikojnë drejt për drejt në mënyrën se si organizohet mënyra për të mbrojtur këto të drejta të punëtorëve në praktikë. Zhvillimi i marrëdhënieve të punës nuk mund të kuptohet pa analizuar evolucionin historik të tyre, duke filluar nga periudhat të hershme të industrisë dhe zhvillimit të saj deri në ekonominë moderne globale. Gjatë revolucionit industrial të shekullit të 19, puna karakterizohej nga mungesa pothuajse totale e mbrojtjes ligjore, ku punëtorët përfshihen nga gra dhe fëmijë dhe punonin në kushte shumë të vështira në orë të gjata, që kalonin mbi 12 deri në 16 orë në ditë. Ndodh edhe sot në Shqipëri, po që nuk duhet të ndodhë. Mbi gjitha pa siguri dhe pa kompensim për të drejtë financiare, duke krijuar kështu destabilizim në bazën për lindjen e lëvizjeve sindikale dhe kërkesave për reforma sociale. Këto zhvillime historike kanë çuar gradualisht në krijimin e standardeve të para të punës, si vendosja e një limiti prej 8 orësh të standardit të punës, dalimi i punës së fëmijëve dhe krijimi i sistemeve të sigurimeve shoqërore, të cilat sot përbëjnë bazën minimale të një punojësi. Në kontekstin shqiptar, periudha pas viteve 90, shënoi një transformim rrënjësor nga një ekonomi e centralizuar në një ekonomi tregu, procesi i cili u shoqërua në ndryshime tashmë të mëdha në strukturën e punësimit, rritje të papunësisë dhe një valë të gjatë emigracioni, duke sfiduar kështu dhe menaxhimin e tregut të punës për mbrojtjen e të drejtave të këtyre punëtorëve. Për kuadri ligjor që foli dhe Ela Deda, është një element thelbësor për garantimin e të drejtave të punëtorëve për funksionalitetin e të drejtave bazë të tregut të punës, pasi përcakton rregullat, detyrimet dhe mekanizmat e mbrojtjes për të gjitha palët e përfshira në këtë proces.
Në nivel ndërkombëtar, konventat e Organizatës Ndërkombëtare të Punës dhe instrumentet e Bashkimit Evropian kanë vendosur standarde minimale që shtetet duhet të respektojnë duke përfshirë të drejtën për punë të denjë dhe ndalimin e diskriminimit për mbrojtjen e sigurisë së vendit të punës. Në Shqipëri, legjislacioni i punës përfshin kodin e punës, i cili parashikon një sër të drejtash për punëtorët si e drejta për kontratë pune, e drejta për një pagë të drejtë në krahasim me propocion dhe kohën që punon, e drejta për pushim dhe orar të rregullt, mbrojtja nga pushimi i padrejtë në puna dhe siguria dhe shëndeti në vendin e punës. Megjithatë, një ndër problemet kryesore nuk qëndron vetëm në ekzistencën e ligjit, por sfida më e madhe në praktikën e zbatimit i tij, ku shpesh herë vëren mangësi për shkak të këtyre klauzolave të ndryshme që përmendëm më lart. Që ishte mungesa e kontrollit efektiv, niveli i lartë i informalitetit dhe mungesës së ndërgjegjësimit të punëtorëve për të drejtat e tyre. Kjo ka krijuar në mënyrë të drejtë për drejtë një hendek të dukshëm midis normës ligjore dhe realitetit faktik. Faktorët ekonomik që kanë patur një zinxhir të gjatë dhe rol vendimtar në përcaktimin e nivelit të cilësisë së punësimit, pasi tregu i punës është i lidhur ngushtë me zhvillimin ekonomik të një vendi me kërkesën dhe ofertën në fuqi të punëtorëve. Në ekonomitë në zhvillim si Shqipëria, tregu i punës karakterizohet nga niveli relativisht i lartë i informalitetit, përshëndrim në punësim në sektor me produktivitet të ulët dhe migrim i fuqisë punëtore drejt vendeve më të zhvilluara. Nga ana tjetër, globalizimi dhe teknologjia kanë ndryshuar ndjeshëm natyrën e punës duke krijuar kështu forma të reja punësimi, si strategjia e punësimit online dhe më fleksibël, rritja e konkurrencës ndërkombëtare dhe kërkesë më të lartë për aftësim dhe kualifikim. Në këtë kontekst, individët që nuk arrin të përshtaten me kërkesat e tregut, rrezikojnë kështu të përjashtohen nga punësimi duke rritur pabarazitë sociale dhe ekonomike, gjithashtu emigracioni ka patur dhe ndikim të dyfisht ekonomik. Njëra anë ul presionin e tregut të brendshëm të punës, dhe nga ana tjetër krijon mungesë të fuqisë punëtore në disa sektorë të ndryshëm nga vendi ynë. Nga kjo analizë rezulton se punësimi dhe të drejtat e punëtorëve nuk duhet të kuptohen në mënyrë të izoluar, por duhet të analizohen si një rezultat i ndërveprimit të faktorëve historik, ligjor dhe ekonomik, të cilët së bashku mund përcaktojnë realitetin e tregut të punës. Vetëm përmes një qasje të integruar që kombinon zhvillimin ekonomik, forcimin e institucioneve ligjore dhe ndërgjegjësimin social, duhet të arrihet një treg pune më i drejtë, i stabilizuar, i qëndrueshëm dhe i gjithëpërfshirës. Në përfundim të fjalës time të lodhshme, është shumë e rëndësishme të kuptojmë se ndërtimi i një shoqërie të drejtë nuk mund të arrihet për të garantuar të gjitha këto që përmendëm, pa zbatuar të drejtat themelore të punëtorëve dhe pa adresuar në mënyrë serioze sfidat që lidhen me migracionin dhe integrimin social, duke kërkuar kështu angazhim real dhe të përbashkët nga institucionet, shoqëria civile, bizneset, shoqatat, organizatat për drejtat e njerëzit dhe nga vetë individi. Një maj duhet të shërbejë si një moment reflektimi dhe thirrje për të gjithë për një veprim konkret në mënyrë që të ndërtojmë një shoqëri ku digniteti nuk është privilegj, por është e drejtë e garantuar për të gjithë ne. Ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj.